Kjo është atmosfera që ofroi kryeqyteti, Tirana, kur ora shënoi 00 dhe kur viti 2015 trokiti tek shqiptarët. Fishek zjarri që të bëjnë të harosh të ftohtin dhe të mendosh për një tjetër vit që po vjen. Për këtë, një pjesë e kryeqytetasve kanë zgjedhur sheshin Skënderbej për të festuar e për të ndarë minutat e para të vitit të ri. Edhe pse kanë zgjatur disa minuta, atmosfera që të ofrohej në këto temperatura të ulta në sheshin e kryeqytetit shqiptar ishte më e vakët se një vit më parë. Megjithatë, kjo nuk i ka penguar njerëzit të urojnë dhe të shpresojnë se viti që po ju troket në derë do t'jetë më i begat, më fatësjellës dhe më fitimpruarës për buxhetin e tyre familjar. Uroj gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, gëzuar festat, një vit me plot lumturi, mbarësi dhe shëndet kudo që ndodhen. Të pëlqeu organizimi? Po, shumë bukur, në mënyrë maksimale. Ti hodhe fishek zjarreve? Po. Çfarë i uron vetes ti këtë vit dhe shqiptarëve? Shumë suksese në jetë, dashuri dhe mirësi për të gjithë shqiptarët. Gëzuar vitin e ri. Të kemi shtete para. Sigurisht një vit më i vështirë, se po fillojmë po paguajmë. Por duhet në fillim të ketë vështirësi që të vinë vitet më të mira më vonë. Gëzuar për shumë vjet. Shumë vjet e gëzuar. Trokitja e gotave dhe urimi për mbarësi dhe një vit të bardhë është mesazhi që ka mbizotruar në tryezat të çdo qytetari, por edhe në urimet e shumta përmes mesazheve telefonike dhe online me njëri tjetrin, por edhe kartolinave. Orët e para të vitit 2015 janë pritur në atmosferën festive të lokaleve dhe restoranteve në kryeqytet për të zgjatur deri në zbardhjen e parë të këtij fillim viti. Ashtu si në çdo fest, edhe në këtë të ndërrimit të viteve, rrugët e kryeqytetit, pasi ora shënoi 00, u rënduan nga trafiku. Megjithatë, policia rrugore ka qëndruar në gatishmëri për të rregulluar qarkullimin. Në gatishmëri ka qenë edhe ambulanca, po ashtu edhe zjarrfiksi. Stafi i televizionit A1 Report uron të gjithë shqiptarët gëzuar vitin e ri 2015.